E treta adhezër, bëhu mirënjohës dhe i durueshëm në çdo çështje. Je mirënjohës. Këtë bukuri që na ka dhënë, mendjen që na ka dhënë, pasurinë që na ka dhënë është Allahu Azza wa Jall. Atëherë falenderoj Allahun Azza wa Jall. Allah subhanahu wa ta'ala po thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid." Nëse tregoni mirënjohës, unë do t'u ashtoj edhe më shumë begatit. Nëse të je mirënjohës, jo unë e kom bo, kush ta dha ty këtë forcë? Allahu, do me dhënë se se ki boti, kush ta ka dhënë këtë mendim ty? Pse vëllau ton nuk e ka dhënë? Me një bark e një kënd është ta binec, mirë po njëni ka dhënë me zgjut, këtë qetëri nuk ka dhënë. Pse? Allahu Azza wa Jall i ka dhënë këtij më shumë. I ka dhënë zgjuarsin, mendjen e ka dhënë, ka ditë me logjiku, ka ditë me punu. Do me thonë këti i ka dhënë Allahu Azza wa Jall, jo këto që se ka dashur. Mi përndështë ky nuk është i prind për ato me marë. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall po thotë: "Wala tu'tu sufaha amwalakum", mos i jepni pasurinë e juaj me ndjelehve. Po pse mos mi dhon? Po ta hu. Nuk ja dim vlerën. E kështu që ti nëse ja dim vlerën, e falenderon Allahun Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa ta'ala ju shton. Nëse ju mohoni mirësitë e Allahut Azza wa Jall, dënimi im është i rëndë. Surat Ibrahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po thotë: "Është çudi çështja e besimtarit. Gjithçka që i ndodh, ajo është mirë për ta. Çka të ndodh për besimtarin është mirë. Nëse Allahu Azza wa Jall ta ka mundsuar me jetën pa dha, thuaj elhamdulillah ya Rabb." I kujton ata vëllezërit e tu që nuk kanë. Jo, unë kom bërë këtë, jo, falenderoj Allahun se Allahu ta ka mundsuar. Mirë po dhe nëse jeton me një kolib që është dhome vogël, më e vogël se kjo, 2 nëse është, prapë falenderoj Allahun Azza wa Jall, pse se ka dhe maket se ti. Falenderoj e thuj, ya Rabb, elhamdulillah. Falenderoj Allahun Azza wa Jall ditën edhe natën. Pse? Se ka njerëz që janë edhe maket se ti. E ti e ke dhe më thëmë diçka. Për këtë pejgamberi është çuditshme puna e besimtarit, gjithçka që i ndodh, ajo është mirë për ta. Kjo nuk është për asnjë tjetër, jo për çdo kohë. Ka thënë veç për besimtarin, nuk ka thënë për muslimanin. Ka thënë për besimtarin. Nëse i ndodh një gjë e mirë, falenderon Allahun Azza wa Jall dhe më shpërblim për këtë. Ndërsa nëse i ndodh një fatkeqësi, i duron dhe sërish problem për ta. Pra, duhet me falenderu Allahun Azza wa Jall për çdo mirësi që na ka dhëruar Allahu Azza wa Jall. Imam Shafiu rahimullah ka thënë: "Durimi është gjysma e imanit, ndërsa falënderimi është gjysma tjetër e imanit." Pra, me falenderu Allahun Azza wa Jall, falënderimin dhe Allahut Azza wa Jall nezër është qelësi i paqes së brendshme dhe lumturisë së ndrueshme.